Eudhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahun e falenderojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, salatu dhe selam i dërgojmë. Nderuar vëllezër, sot jemi me imamin e 4 për nga radhitja të 14 mëdhëve me Imam Ahmed ibn Hanbelin, ku inshallah do të tregojmë për biografinë e tij, sikurse që kemi treguar për imam të tjerë, duke përmend edhe urtësi, dobi, mësime nga jeta e tij, në mënyrë që edhe të kemi qasje drejt ndaj këtyre imamëve, po të njëjtën kohë edhe të përfitojmë edhe ne nga jeta e tyre. Nga sa është përmend, kur njeriu dëshiron me ndryshuar një jetë, është mirë që përveç shoqërisë me ndryshuar, me bani shoqëri më të mirë, është mirë që me lexu për jetën e njerëzve të suksesshëm, që kanë qenë këto 4 imam, në mënyrë që me motivu veten çish më përballë me sprova e kështu me radhë. Prandaj Imam Ahmedi është një prej figurave më të rëndësishme të historisë islame, saqë e ka marrë edhe epitetin Imamu Ehli Sunne. Do të thonë imami i Ehli Sunnetit. Çdo herë kur përmendet që ky imami i Ehli Sunnetit, edhe pse në Ehli Sunneti ka imam shumë, me mira imam, mirë për kur përmendet i përgjithshëm imami i Ehli Sunnetit, më njëherë dihet për ka bëhet fjalë. Bëhet fjalë për Imam Ahmedin. Çashtu kur përmendet Sheikhul Islam, Sheikhu i Islamit, dihet për ka, është për Ibn Taymijen. Pra janë disa epitete që vetëm kur të përmenden, pa u përmend emrat, dihet për ka aludojnë këto epitete. Për çfarë arsye? Nga se jeta e tyre me të vërtetë ka qenë e bujshme, kanë qenë me sprova, mirë po me sabrin e tyre, me durimin e tyre, po edhe me gatishmërinë për të sakrifikuar çdo send për këtë fe, e kanë dëshmuar se me të vërtetë i meritojnë këto epitete. Mirë po fatkeqësisht ne njerëz që sakrifikojnë shumë, sa janë gjallë, ndoshta nuk i vlerësojmë. Në momentin kur vdesin, i mormi për shembull. A nashta ke jetuar jetën e tyre? Pra, ne që nuk e kemi zemrën mbash të mirë, edhe nuk e kemi hakikat këtë fe, njeri që sakrifikon për fe, na nuk e çmojmë sa jemi duke jetuar në kohën e tyre. Mirë po masit vdesin, i çmojmë. Edhe dyta kur nuk i çmojmë, kur ndoshta nuk na përkasin me idejtë tona. Pra mundohemi që edhe mundin e tyre me qitë poshtë, vetëm se ai nuk përshtatën filan mendimin me mua. E kjo është fatkeqësi për umetin islam. Mirë po Imam Ahmedi nderuar vëllezër ka qenë prej atyre dietarëve që dietarët veçanërisht ja kanë ditë vlerën edhe sa ka qenë gjallë, por edhe sa ka vdek. Mirë po nuk ja kanë ditë vlerën dietarët e batilit, dietarët e bidatit, por edhe udhëheqësit që kanë jetuar në kohën e tina. Për arsye Imam Ahmedi ka thënë dietarët, kush e don Imam Ahmedin, kur gjë mos më tregu për jetën e tij, veç të unë e dua Imam Ahmedin, kam mendim të mirë për Imam Ahmedin, dëshmoni për këtë njeri që e don sunetin. Nga se s'ka mundësi një njeri me urrejt Imam Ahmedin, përveç që ai e urrejn sunetin. Nga se Imam Ahmedi ka qenë njeri ngjallës i sunetit. Ka qenë një njeri që ka kontribuar shumë në rujtjen e sunetit dhe domethënë distancimin prej bidatit. Ka thënë Ali ibn al-Madani, ka thënë Islamin Allahu e ka forcuar me 2 persona. Pra Islami kur ka pas nevojë shumë për mbrojtje, Allahu e ka ndihmuar me 2 persona, me Ebu Bekrin, kur ka jetuar Ebu Bekri, dhe me Imam Ahmedin, që ka pas fitnë të shumta për mu deviju Islamin. E Allahu përmes këtyre dyve e ka ndihmuar Islamin sikurse me asnjë njeri tjetër. Imam Ahmedi nderuar vëllezër, Imam Dhahabiu ka thënë për të, el jahilu la ya'rifu rutbata nafsihi. Ignoranti i padituri nuk e din pozitën e tij që ka, për këtë arsye edhe s'ka mundësi me ditë edhe pozitën e tjetrit. Për arsye çdo kush që fol keq për Imam Ahmedin, për Ebu Hanifën, për Imam Shafiin, për Imam Malikun, edhe për imam të tjerë, do thonë ai njeri është ignorant dhe i paditur. Pse se me ditë pozitën e tij që ka, s'ka mundësi me fol keq për një dietar që tan jetën ja ka shërby fesë edhe njerëzën përgjithësi. Por ta kur të mësohemi tash për Imam Ahmedin, kemi më kuptuar se për çfarë kolosit madh jemi duke fol. Fillimisht dalme tek emërtimi. Imam Ahmedi ka emrin Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbel. Ahmedi djali i Muhammedit, djali i Hanbelit. Do të thonë Hanbel është gjyshi i tij. Mirë po quhet Ahmed ibn Hanbel, djali Ahmedi i biri i Hanbelit, për shkak se gjyshi i tij ka qenë më i njohur se sa baba i tij. Për shkak të njohjes, për shkak të me njoft njerëzit e kanë njoft më lehtë me përmend emrin e gjyshit të tij. Për këtë arsye quhet Ahmed ibn Hanbel. Ka lind në vitin 164 sipas Hijretit në Bagdad. Ka lind në vitin 164 sipas Hijretit në Bagdad. Imam Ahmedi çashtu sikurse edhe Imam Shafiu është rrit jetim. Në moshën 3 vjeçare i vdes baba.
Baba i tij ka qenë i ri dikon 30 vjet, mirë po Imam Shafiu kur i bën 3 vjet i dek baba, kështu që përgjithësinë për edukimin e tij e merr nona e vet. Safia, e cila sakrifikon jetën e tij, tardhmën e tij vetëm për shkak që me eduku djalin e tij ashtu siç do. Pra edhe pse ka qenë e re, refuzon martesa, nuk martohet me vetëm qëllim që djalin me eduku në formën më të mirë. Për këtë Imam Ahmedi nderuar vëllezër tregon për nonën e tij dhe thotë: "Sa kam qenë i vogël, thot nona ime, ma përgatis të natën ujën, ma vokte, ma nxete ujën, edhe më zgjon të për namaz sabat, u më veshte bukur, u veshte ajo me hijab, edhe u merte edhe më qënë të na për xhamia. Se xhamia e kena pas larg prej shtëpisë, edhe më ka morë qashtu herët më mëngjes, më ka çuar për xhamia vetëm me mësu. Sa që thot kur ku më arrit në moshën 16 vjet, kur ku më arrit të moshën 16 vjet, më ka thonë nona, merr tash o bjerë jam, nëse rrugën e dijes edhe udhëto. Gasën të kaluamën, nuk e pas mundësi me kërku dije pa udhëtu. Për këta nona vetë e parasit djalin e vetëm, pa burr në shpek të këtë do të mi pas parasysh. Nuk e ka pas shtëpinë plot që i ka tepru këtë djalë. Djalin e vetëm i thot neso edhe kërko dituri, nga se kush niset për rrugtim dijes, ajo është në hijret për hir të Allahut. E hijreti s'krahasohet me asnjë punë. Kush niset për me kërku dije, ajo është në hijret në rrugën e Allahut. Pastaj i thot po të la emanet tek Allah i Madhreshëm, nga se çka lihet emanet te Zoti, ai nuk e humb. Mirë, pastaj Imam Ahmedi niset me kërku dije. Mirë, po fillimisht dërun vllazën, sa ka qenë në Bagdad Imam Ahmedi, ka mësu tek dietar që kanë jetuar në Bagdad. Ka mësu tek dietar që kanë qenë në Bagdad, Husheim ibn Bashir ka qenë mësuesi i tij i parë, që thot kam transmetuar mbi 3000 hadithe prej tij. Pa duke qenë në Bagdad, në vendin e tij, ka mësu prej mësuesit e tij derisa ka vdek. Në momentin që ka vdek, po ashtu në Bagdad ka mësu prej nxënësave të Ebu Hanifës, që s'ka qenë prezant atëherë kjo ndasi që është sot me mëdhëbe, këtë këto janë ndërlidhur me njëri tjetrin. Imam Shafiu ka mësu prej Imam Malikut, Imam Ahmedi ka mësu prej Imam Shafiut, kur fa probleme s'ka pas. A ka qenë i ditur, ka shku ka mësu prej tina. Thonë, sa ka pas dietar në Bagdad, a i ka mësu mirë, po e ka pa që rruga e dijes, por më konë dijet fjellë të mirë, do të edhe me udhëtu. Por këta Imam Ahmedi prej 4 imamëve është prej imami mas shumëti që ka udhëtu. Imami që mas shumëti ka udhëtu dhe është taku me hëxhallar dhe dietar më shumë se sa imamët paraprak që i kemi spjegu. Por këta Imam Ahmedi nderuar vëllezër ka shku për shembull në Kufe. Në Kufe kur ka shku o taku me Wakiun. Wakiu ka qenë prej dietarëve më të mëdhenj të hadithit, thotë i ka mësu krejt librat e Imam Wakiu, duke qenë si 20 vjeçar. Krejt librat e tij ka pas i ka mësu. Pastaj ka shku në Basra, edhe aty, domethënë çka ka pas dietar, ka shku dhe ka mësu dije prej tyre. Pastaj ka shku në Kufe. Kufe, kur është kthy prej Kufës, këtë udhëtimi ka bën kom. Domethënë këtë udhëtimi ka bën kom, jo me kafsh ose me ndaj transportin kom. Thonë kur ka shku në Kufe, pas ju kthy, njëri prej shokëve vetë ka pa. I ka thonë, o Imam Ahmed, sa do të më shkruaj hadithe për minor këto udhëtime? Pra s'kan mjaftu që të hadithe që i ke shkruar deri sot, për me nal udhëtimin e me nejt venin tanë, me mësu, me thonë me mësu tjerë. Ka thonë, as të mjaftojnë që i ke shkruar 30.000 hadithe dhe më nala, Imam Ahmedi ka hesht. E ka pa që ka shkruar më shumë, veç në Kufe. Ka thonë, as kanë mjaftu me shkruar 60.000 hadithe dhe më nala, prap ka hesht. I ka thonë, as kanë mjaftu 100.000 hadithe me shkru. Në më thonë, 100.000 hadithe me shkru e bëllë dokët. Thotë, kur i kumë shiku ato shka i ka shkru, i kishte pasru 300.000 hadithe. 300.000 hadithe. Më thonë, kur themi 300.000 hadithe, nuk do thotë 300.000 hadithe nga pejgamberi a.s. ndryshëm. Më thonë, rrugët e transmetimin ndryshme, po aki një hadith, mirë po me 100 rrugë transmetimin në forma ndryshme. E krejt që ato i ka shkru. Fetfat e sahabe e kështu me ra. Thonë, 300.000 hadithe. I kishte pasku Imam Ahmedi. Po ashtu ka shku Imam Ahmedi edhe në Hijaz, në Mekën, Medinë, dhe ka mësu prej dietarëve që kanë qenë aty, prej Sufjan ibn Uyejnës e kështu me radhë. Po ashtu ka mësu edhe prej Imam Shafiut. Imam Ahmedi ka mësu, saqë Imam Shafiu ka thonë, kur kam qenë në Bagdad dhe jam largu, s'kum lënë njeri ma ditur, ma devotshëm se sa Imam Ahmedi, edhe pse Imam Ahmedi ka qenë shumë i ri. Nuk kam lënë njeri ma ditur, ma devotshëm se sa Imam Ahmedi. Po ashtu Imam Ahmedi thot krejt librat e Imam Shafiut i kum shkru, që kemi thonë Imam Shafiu ka shkru librat shumë, thot i kam shkru dhe i kam mësu.
Po çka ka qenë Imam Ahmedi? Po ashtu Imam Ahmedi ka shkuar në vllazën edhe në Yemen, edhe në Sham, domethënë ka qenë prej dietarëve që më shumë ti ka udhëtuar me vetëm qëllim që me kërku dije edhe me shkruaj hadithin. Saqë vetëm disa vende i ka marrë Marak për shkak të kushteve shumë të rënda, nuk ka mujt me shkuar edhe me udhëtu. Qase do ta mësojmë, Imam Ahmedi ka qenë shumë i varfër. Ka qenë prej njerëzve më të varfër në kohën e tij, por edhe nëse i krahasoj me dietarët e tjerë. Pra nga pamundësia e udhëtimit nuk ka mujt me shku të disa vende. Për ndryshe, ku ka një që ka dietar ka shku Imam Ahmedi, Allah e mëshiroft. Imam Ahmedi ndër vllazën për me ditë vlerën e tij, po i përmendim vetëm 3 nxënësa të tij, që këtë prej neve i njohim. Imam Buhariu ka qenë nxënës i tij. Imam Muslimi ka qenë nxënës i tij. Ebu Davudi kanë qenë nxënës i tij. Don këtë dietar që e kanë lulëzu botën me dijen e tyre, me hadithet e tyre, kanë dalë pikërisht prej durrëve të Imam Ahmedit. Edhe kjo tregon për vlerën e madhe që ka Imam Ahmedi. Ka së ndërun vllazën, këtu do të ne pas parasysh se nëse e lidhmë se harroma me cek një dobi që kanë nxjerrë tek historia e nanës së Imam Ahmedit me sakrificën që ka bërë për djalin e vet. Për shembull, sa na gjallë na secili prej neve mundohet me lënë një dobi që përdoret edhe pas vdekjes tonë. Dikush e qel një bunar, dikush e marrë në shkollë, dikush një rrugë kështu me radhë. Pra një dobi që përdoret edhe pas vdekjes tonë. Njeri më i mençëm, s'ka njeri më të mençëm, është ai që pas vdekjes tij le fëmijët hajrit në dije. Para mnej nana e Imam Ahmedit për shembull ndoshta s'ka pas dituri fare. Ka ditë më fal kur gjë më shumë. Po kërejt që këtë dije që është shkej për Imam Ahmedit vendoset edhe në peshore me veprave të mira të saj. Pra na sot që jemi duke spjegu për Imam Ahmedin, një pjesë e sevapit i shkon edhe nanës vet. Para mnej, në Bagdad ka jetu, në Kosovë ti që sevap e asaj. Po pse? Pse se ka ditë çish me shfrytzu, ka ditë çfarë dere me qiell, që inshallah mban dobi edhe pas vdekjes teme. Për këtë arsye është mirë secili prej neve ndër vllazën, më mundu që një fëmijë me lënë të harit, qoftë me lexu Kur'an, qoftë me mësu hadithe, kështu me radhë mirë që pastaj çaja rrugë mos më nalë edhe pas vdekjes tonë. Dera më e mirë që mundesh me lënë vakf pas vdekjes tonë është dera e ditorisë. Prandaj ndër vllazën është mirë, sakrifica ja ka vlerë nanës Imam Alikut. Ka jetu pa gjallë, ka jetu pa kërkan, ka jetu pa mbështet, 30 vjet, 40 vjet, po ka vdek që 1500 vjet, që 1200 vjet. E sevapët janë të nal hala edhe në kohën e sotit. Pra ka mirësi më të madhe që ti pa mund më tar sevapët. Për arsye në botën tjetër, njerëzit kanë më çudi duke thonë o Zot, kam i keq pru këtë sevap, po nëse kum bën këtë vepra. Thonë për shkak të fëmijëve ato që i ke lënë do bësh më të hajrit. E ato fëmijë kanë lënë çetërkan, e kanë mësuar çetërkan, krejt ky lloj dëgëzimi, një pjesë e këtij sevapi vjen edhe tek ti. Prandaj ndër vllazën Imam Ahmedi ka lënë nxënësa shumë të mirë, që edhe përmes këtyre nxënësave, inshallah ka më përfituar edhe pas vdekjes. Sa i përket devotshmërisë së Imam Ahmedit, kemi thënë që në të kaluamën dietarët jo vetëm që kanë mësuar, por edhe kanë punuar. Imam Ahmedi thuhet që i ka ditë 1 milion hadithe. Ebu Zura ka qenë shoku i tij që ka nejtë në stop me ta dhe ka përsërit hadithe. Edhe Ebu Zura i tregon djalit Imam Ahmedi, se Imam Ahmedi ka pas 2 djem djetar, Salihun edhe Abdullahin, ka qenë 2 djetar. E këti Abdullahit po i tregon Ebu Zura, thot baba e ti ka ditë 1 milion hadithe. Tregum hadithe kur e themi, e kemi për qëllim në rrugët e ndryshme transmetimit. Çdo stan shakar, pe pejgamberit prej sahabëve. Thot ka ditë që i ka ditë 1 milion hadithe, thot nga se kum përsërit me ta hadithe. E Imam Ahmedi ka thonë, nuk ka hadith që e kam mësu, por vetë që kam punu me ta. Çdo hadith që e kam mësu, më njëherë e kam fut në praktik. Sa që kanë dëgju, kur e kam mësu hadith në pejgamberit alayhis salam, që pejgamberi kur e ka bëj xhamën, atij që e ka bëj xhamën ja ka dhënë një dinar në atë kohë, si shpërblim, thot s'kum pas nevojë me bëj xhamën, vetëm për me zbatu hadithin kanë shkuar, ka bëj xhamën edhe ja ka dhënë atij një dinar. Po çka ka qenë Imam Ahmedi, çdo hadith është mundu me praktiku. Sa i përket namazit nafile, tregon djali vet Abdullah i thot, baba im e ka pas zakon për çdo ditë në natën që e përfshin, mi fal nga 300 recate namaz nafile. 300 recate namaz nafile. Thot kur e kanë ra, nga se do të mësojmë për sprovat e Imam Ahmedit, kur e kanë ra, e kur është plak, thot nuk e kanë dalë, por e ka përgjysmu se s'ka pas mundësi, thoni ka fal nga 150 recate namaz nafile. Thot edhe pse i ka kalu të 70 vjet, mbi 70 vjet. Po ashtu tregon, ka qenë njëherë të përsërit hadithe me qëtë Ebu Zura, në shokun e vetë, edhe në fund, mas i ka përsërit, ta natën,
thot, mirë për mu miki namazi i natës, dhe më thonë, unë pengoj për sëritja a ditëm nga namazi i natës. Raj, së konë as të këshirë televizor, as të lujtë, më thonë, konë të bo një herë qëtër të mirë. Po, i ka metë marak qyshe ka pengu dia që është herë tjetër ma i mirë, nga falja namazëve na file. Pashtu ndërën vllazën sa i përket namazët na file, ka shku njani prej nxënësave të tij me bujnë shvet e Imam Ahmedi. Edhe e ka qullë me fletë në shtrat, edhe ja ka lënë një taz me ujë afër vetës atij nxënësit. Tash kur ka shku me thirr për sabah, e ka pa ujin çashtu si e ka lënë. Edhe thot subhanallah. Ç'ke çana nxënësin? Subhanallah. Hamsos shaki, thot qysh ti ke ardhur me kërku dijen, a ka nxënës dijes që di për fe, edhe mos me pas ndaj pjesë namazit natës që falet me ta. Është e pakafshme, pa mësh për dikush me mësu për fe, e mos me pas një mas caktuar mbet namazit natës. Edhe i thot për shkak e ardh për dije. Thot s'pas ka ardh për dije, po ktheu nga ke ardh. Ktheu nga ke ardh, se pas këtë synin e dijes. Pse se dija pa vepër u konsiderua atëherë, do të thonë e gjaja më e keqe që mund të ndodhë një muslimani. Sa i përket Kuranit, djali vet, këtë dije ka transmetuar djali vet. Imam Ahmed thot baba ime ka pas zanat me ndo Kuranin 7 pjesë. Por çdo ditë ka knu nga një pjesë që i bjerë çdo 7 ditë ka pas thonë këtë mos caktuar të pandashme që ka bëu në çdo 7 ditë. Thot por e ka pas një rregull tjetër. I ka bën nga 2 hap me një javë, një hap me ka bë ditën, një hap me natën. Kjo është jashtë asaj që ka lexuar namaz. Thonë një hap me ditën, një hap me natën, duke përsërit Kuranin. Po ashtu Imam Ahmedi thuhet që ka pas raste kur e ka lexuar Kuranin në një natë vetme. Për shembull kur ka shkuar në Çabe, e ka shfrytzuar, e ka lexuar Kuranin për një natë. Po ashtu tregon Imam Ahmedi për veten e tij, më thon djali vet thot, e kam dëgjuar babën tim duke thonë, u më interesonte në Kur'an sa herë është përmend sabri. Sa herë është përmend sabri në Kur'an, thotë edhe lexua Kur'anin për një natë. Pra duke ulëm tu se sa herë ka përmend Zoti sabrin në Kur'an. Sa i përket agjërimit, Imam Ahmedi është njohur për vetë që i ka agjëruar ditët e vlefshme të hanet të ditët e bardha kështu me radhë, ka pas agjërim sa që kur e ke pa, ke menduar që veç agjërushëm është, ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salam. Pra çdo herë kur ka ndonjë dikush me ta, e ka pa që veç agjërushëm. Pra më bëmos me ditë që të ka kallëzuar që na i ditë e kumprish, kishe menuar që ai kurrë se prish agjërimin. Agjërimin vullnetar, ka ndonjë veç agjërushëm. Po ashtu sa i përket duajës, Imam Ahmedi është çmu, domethënë është çu prej dietarëve të tjerë në atë kohë se ka bën dua të shumta, por edhe të veçanta. Thot djali të Imam Shafiut i thot, o djalin, thot baba yt është prej 6 personave që për çdo natë si harroj kur në lutje. Pa i ka pas 6 persona, Imam Ahmedi, që kur nuk i ka harruar dua, për çdo ditë ka bën dua për të me emra, i ka specifikuar. Dhe po ashtu Imam Ahmedi ka bën një dua të veçantë ku ka thonë Allahumma kama sunta wajhi an as-sujudi li ghayrik fasun wajhi an al-mas'alati li ghayrik. O Zot, çashtu që ma ke rujt fytyrën, që mos më ron thjesht dhe kërkujna përveç teje. Më ke rujt nga shirko, ma ruaj fytyrën time që mos më kërku kur njerëz kur gjë. Para më, kur mos ma mundso mi thon dikujt na ki mundësi me bën çta për mua, kur. Edhe kemi mësuar se Imam Ahmedi kur s'ka pranuar dhurata prej kërkujna. Edhe i ka thonë tjerëve, jo pse është haram, po nuk do. Përta Imam Shafiu ka thonë, kur mos e bër veten me kërku prej dikujt diçka që mos anej ta zën kryet ai. Kur? Kërko prej dikujt që i beson. Por Imam Ahmedi pe lut Allahun për çdo natë, duke thonë o Zot, po atij që i besoj kur hiç kërkujna mos ma bë punën me lip asnjëherë. Nga se kur ti kërkohet njerit, e shpreh një lloj, është një lloj dobësimi në caktimin dhe, do të thonë mbështetjen e Zotit. E kjo s'ka dish kërkon me pas mbështetje përveç në Allahun subhanahu wa taala. Thot djali i tij sa i përket frikës ndaj Zotit, thoj kur u përmendte vdekja në syt babës tim, tha nuk mund të sikur më zon fryma nga e çajt më atepër. Veç kur e ka përmendur dikush vdekjen. Edhe ju ka thonë tjerëve, ka thonë sun jam të shiu as bukën, as pijen, sun jam të shiu nga frika për vdekjes. Thot sa punë me shiu ushqen edhe pije kur po më kujtohet vdekja. Po ashtu djali vet Abdullah i thot, hyra një ditë te baba im natën. Dhoma e errët, tha edhe ishte hunxh, ishte i vjetër, plak, plus i rrahur, tha ishte hunxh në mes të dhomës, jo më pështet. Edhe çante. Edhe i thash, o bab, po pse je ul këto? Pse s'po më shtetë se shaki që po ka? Tha, o birem, tha, etefekkeru fil qabri wa ahwalihi. Po i përkujtoj vdekjen, vorrën edhe gjendjet që vijnë mas vdekjes. Për çfarë arsye jam të kajt?
Po i tha pështetu bile, ti medito, këna që tu meditu, kaj për Zotin së është mirë, sot më të pa dikush të kaj për Zot kesh. Atëherë kanë çmu këta, ka thonë bili pështetu. Unë vjen marrë, ti kërku Zotit e të më shtet. Pra qysh unë, këne ti thonë Zotit kam nevojë për ty e këne pështet, shkruan që kërkon. Pra mëne i ka pasur mbi 70 vjet deri në vllazën. Plus ka qenë i rrahër, domethënë nuk ka qenë që ka qenë i shnosh, edhe ka mundësi me qëndru ul pa mbështet. Ka qenë jashtëzakonisht e nevojshme për ta mbështetja. Mirë, po vetëm me tregu edukatë të madhe ndaj Allah subhanahu wa taala, as nuk ka pranuar me mbështet. Imam Ahmedi deri në vllazën ka ditë mbi 1 milion hadithe thamë. Mirë, po kur i ka lexuar njerëzve hadithe, kur i ka mësuar tjerëve hadithe, sa herë ka marrë librën edhe ka lexuar. Nga frika se mos po gabon. Edhe nga frika se mos pi ndryshon jeti që me thonë tjerë që i po i meqëm Imam Ahmedi. Kështu e kurs të prejk librën me dorë. Kretë pide. Nga që ta, kur i ka mësuar tjerëve hadithe, dhe me thonë e ka shiku librën. Imam Ahmedi 5 herë ka bë haxhin, 3 herë ka shku në Kam. Prej Bagdadit në Mekë 1600 km. Shkumje. 1600 ardhe 3000 km. Në Kam, jo në Kafsh. 2 herë ka kry me mjet udhimit, në atë kohë që ka qenë sikur mos me pas hiç mjet udhimi, në 3 herë ka shku në Kam edhe është kthy Kam Imam Ahmedi në haxh. Po ashtu ndër vllazën Imam Ahmedi ka qenë prej atyre njerëzve të cilët e kanë pas gjendjen jashtëzakonisht të rëndë ekonomike. Çaq të rëndë sa që djali vet Abdullah i thot, baba im shpesh herë ka mbledh trosha, s'ka pas, me troshe ka mbledh, i ka vendosur në një enë, i ka qit ujë, pa krep edhe ka hongër çata. Shpesh herë thonte që ka shku në vendin ku është përgatit mielli, sikur me thonë mullin. Edhe ato të këqijat që gjuën prej grunit, thonë që si hajna s'kafsht, thotë qatë ka shku i ka morë, edhe i ka përgatit edhe kemi hangër bë. Thotë sa herë që dikush i ka dhonë dhurata, kur si ka morë. Sa që thotë njëherë Salihu, djali vetë, vllave em, thotë e pranoj një dhurat prej sultanave të asaj kohe. Thotë Imam Ahmedi mor vesh. Tha prej sodit, çka të vjen buk prej Salihut, prej djalit vetë në korë në gojë s'ka me shti. Korë në gojë s'ka me shti. Thonte kur vendin tjertë i bëshën shega, molla, pemë që ndoshta janë kanë shtirë me siguri në atë kohë, kur si janë the. Rralla ja. Për çfarë arsye ndër vllazën, nga frika se mos do të thonë nashta nuk po falenderon Zotin sa duhet për këtë mirësi që është duke i shiu. Thonë, s'ka pranu me hangër moll, ftue, sheg në atë kohë, nga frika se kjo është shumë e mirë. E kur të haut, du të me falenderu Zotin, s'ka mundësi nashta me falenderu Zotin, s'ka mundësi 150 reqatë në ditë, s'ka mundësi me falenderu Zotin, edhe nuk i ka shiu heq. Jo pse është haram, po nga frika se nashta si ta shijen që ta, s'ka mundësi me falenderu Zotin, Allahu na bof sikur se këta. Dërun vllazën këtë imam që jemi duke i spjegu. Imam Ahmedi, Imam Maliku, Imam Shafi dhe Imam Ebu Hanifja. Shpesher na themi jemi Hanbeli, Hanefi, Shafi, Maliki, ose Imam Ebu Hanifja këto se ka qëllu, këto ka gabu, Imam Ahmedi këto shpreje që sun përdorjen këto, që shprejen dhe me thonë zbeje të edukatës dhe i këtore imamve, veç këshore sa jetë Hanbeli, në praktikën që ka bo Imam Ahmedi. Jeto veç një ditë se Imam Ahmedi. Këshore a ki mundësi me jetu, veç një ditë, heq ma shumë. Përdore fali 300 reqatën ditë, këshore a ki mundësi. Leze hatë me Kuranin për një ditë, këshore a ki mundësi. Edhe jeto sikur se aj, për një ditë, mos shko me blesejnë e luksën shëtore, këshore a mund petën, veç një ditë, heq ma shumë. Edhe pastaj me krenari, thu unë jam Hanbeli, unë jam Hanefi. Po çfarë Hanefi e çfarë Hanbeli e kur ti vetëm me fjalë je duke dashur mi përgjasu, je me vepra. Këta imam dërun vllazën kanë sakrifikuar jetën e tyre. As ka pas marak Imam Ahmedi me pas një jetë mira. Një shtrat but, në libër e ka vendosur kur jetë kur ka fletë. S'ka pas as tek. E prapë na për shembull kemi ftyrë që me shpiv ndaj këtyre imamëve, me fol keq për këta imam, kur këta kanë sakrifikuar çdo sen vetëm në qëllim që ty më të ardh hadithi i pastër, ty më të ardh dia çashtu që shkar prej pejgamberit alayhis salam. Po për këtë arsye emrat e tyre përmenden edhe sot. Emrat tonë jeshës përmenden se jemi gjallë. Po si të vdesim ndoshta fëmijët tonë kanë më na harru. Për çfarë arsye? Nga se ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghayri llahi yafna. Çka bëhet për Zot metet, çka bëhet për dynjë tretet. Kjo është rregull. Dikush banki ka bëu shumë, po e ka bëu për tjetër kanë për vetë Zotin edhe u tretë. S'ka mundësi me çndru.
Po një punë pak, nana Imam Ahmedit, çka ka bën? Vetë djalin e vet e ka motivuar me kërku dije. Po sa që shpjegohet për Imam Ahmedin, përmendet edhe sakrifica e saj. Po heq mos më përmend sakrifica e saj, ata e din Zoti edhe një pjesë e vapët ja çon, do të thonë peshorën e veprave të mira të saj. Lutmi Allahun të na falë, na mëshiron. Lutmi Allahun e madhreshëm që të smurat tonë Allahu të shëron, të vdekurit tonë Allahu të mëshirojë. Alhamdulillahi rabbil alamin.